shumë ka pak kontakt me ta. Po, e vërtet. Po, ky kontakti pakt e bën me ul autoriteti edhe mandej automatikisht prindi mos me u pa si një figurë e cila tregon diçka. Nuk është ideja që tash prindi me qenë ai autoriteti suprem ku unë e thom edhe ti veç vepron, se në ushtri aty nuk jemi, po prap se prap, domethënë me tentu me majt një far ideja gjithmonë është një far balanci. As mos me qenë autoritar që fëmia mu friksu me tregu, se madje fëmia kur më shef edhe që ato bisedat që i bën telefon prap ka me na më shef. Po as mos me ra në nivelin e shokut apo të mikut. Fëmijë nuk e kemi shok, as mik. Na jemi prindi, domethënë me tentu me majt një far niveli. Kjo shumë varet edhe prej strukturës karakterit prindërve. Na kemi pa që gjithmonë në qift, njëri janë ai polici, një far forme, e tjetri është prindi pak më tolerant. Po këta dy koordinohen, domethënë edhe ky koordinimi në edukimin e fëmijëve është edhe koordinim që ndodh mes çiftit. Gjithmonë njëri është pak më mbizotrus, tjetri është pak më i qetë që bindet, okay, gjithmonë domethënë e pyet. Njëri e pyet tjetrin. E tash i njëjti sistem integrohet edhe te fëmijët. Është çështje karakteresh, po me tentu mu balancu, me dal prej vetes, prindi kërkush nuk mundet. Nëse je tip jo autoritar, nëse je tip shumë i butë, shumë emocional, është shumë problem me integru gjana të reja, po me tentu, ose nëse je tip shumë i vrasht, e ki natyrën pak më të vrasht, do të thonë që ki dëshirë gjanat me i majt kontroll, edhe don, çka të thonë unë duhet mu bo këtu. Kur tjerët nuk dëgjojnë, mandej lind konflikti. Edhe lindin konflikti edhe mrena për mrena që ati individi cili është të kërku me pas atë rolin e policit që qatë thëmën e këtu mu bo. Po, se cili me tentu me e majt atë balancin.